ishte, domethënë, e kishte bindjen edhe Berisha e gjitha ata të vetët. Dhe bindjen më të madhe e kishte Eles Biberaj në atë kohë. Dhe para se të ndodhte 2 prilli, këta, domethënë, i muarën orientimet që duhet krijonin, domethënë, disa situata që shteti vret qytetarët. Dhe kjo nisi kauz do përdornin për të hedhur poshtë, domethënë zgjedhjet e 31 marsit, do përdornin një roje të Partisë Demokratike, ishte roje kështu, ishte i policisë atje, që domethënë tentuan që ta vrasin. Edhe faktikisht ai, domethënë, u vetvra me një plumë qilloi në krah, edhe nuk jam i bindur që zoti Yzeiri po ta kujtoj, do ta kujtoj shumë mirë këtë ngjarje që po them unë. Dhe me puqe kështu, domethënë bamb, atje u plagosej. Këtu në Tiranë një herë, filloi në Tiranë, para se të ndodhte në Shkodër. Edhe e ngritën kauz ata, po vret qytetarët shteti, ja rojen e Partisë Demokratike na i vran, po shqyr që nuk e zuri plumi në zemër, po e zuri në krah, u bën një ekspertimet e asaj kohe, se akoma ishin, domethënë, strukturat prokurorie, këto ishin akoma të ngritura, ishin mirë. I bën ekspertime dhe e konstatuan që ishte puqitje nga aftë, edhe e muarën atë me një pasaport diplomatike, a ju zhduk për gjithë natën e nuk dihet me ku është ai person. Nuk i gjet me që të hetohesh kush e vrau, kush e bëri e tjera. E zhduku vetë Partia Demokratike. Pa jetoni që usajua 2 prilli? Usajua 2 prilli tani, kush e sajoi 2 prillin. 2 prilli ka një grup që e organizoi, edhe unë prandaj thash në mënyrë telegrafike. Saliu fillimisht i pranoi zgjedhjet e 31 marsit, se i tha Ramizi pranoi se shumë shpejt do ta marrësh. Kurse Eles Biberaj i dha porosi të prerë, domethënë Saliut, me njëherë do të bësh mosnjohjen e zgjedhjeve, dil me deklarat mos një zgjedhjet, dhe nuk i njohu zgjedhjet. Pastaj filloi data e 1 prillit. Në 1 prill në Shkodër filloi organizimi. Kush janë organizatorët e asaj që që u quajt protest si kur ishtë spontane, por që kishte kokat e veta, Azem Ajdarin, Alis Pahiu, Pjetër Arbënorin, edhe Sali Berisha që ishte kapobanda, domethënë, në kryet të tyre. Dhe ata organizuan, duke filluar me shkollat e me tjera, vajten edhe në shkolla, që rreshti parë do ishte i shkollarve. Dhe në të pikë nuk është në një... Jo, nuk ka në një. Sepse realisht, përshmërit tona atëherë ishin të larta. Sondazhet s'kishte, po përshmërit tona, paktën ne që jetonim në qytetet e mëdha, po Skëndershi që do fitonte Partia Demokratike. Pra, tani ishte super i madh. Tani problemi është në datën 1 filluan, domethënë, trazirat. Dhe në atë kohë policia e shtetit, duke filluar nga kryetari i Degës Brendshme, tek ai Gjek Çelaj e tjera me radhë, ata kanë shkuar edhe thuajse rrinin tek selia e Partisë Demokratike, që të mos ketë trazira, na ndihmoni, që t'i qetësoni njerëzit e tjera. Për të gjitha llojet e protestave, duke filluar nga hedhja e bustit të Enver Hoxhës, e të Stalinit, e të gjitha, e kishin gjetur gjuhën e përbashkët që të merreshin vesh me Partinë Demokratike, që të qetësonin situatën. Për këtë ngjarje nuk u ofrua asnjë nga ata të Partisë Demokratike të ndihmonte për atë që po ndodhte. Jo, janë shprehur edhe në proces gjyqësor, edhe në deklarimet e tyre që nuk janë tanët, nuk na dëgjojnë, nuk e kemi organizuar ne. Po pikrisht, prandaj, domethënë u larguan, nuk donin qetësimin e situatës, nuk bashkëpunuan fare, absolutisht me policinë e shtetit. Megjithatë, kjo nuk justifikon vrasjen. Tani problemi është që si u bën vrasjet edhe si bëhet nxitja. Të mos harrojmë që në spital ishte Alis Pahiu dhe ai pristet plagosur e të vrarët në spital. Dhe në spitali kur që kulmi protestës edhe para se digjesh selia e Partisë Socialiste, në spitali ka dalë një vdekur. Doli një vdekur... Partisë Punës, po. Se si jemi në qershor akoma. Po, selia e Partisë Punës. Një lloj është? Po, është një lloj, po thjesht në rregull, po, për korrektesë. Me siglat. Po, në rregull për korrektesë. Ka dalë një vdekur, e kanë sjell me zuk. Dhe Gjek Çelaj, kur e ka marrë që pa Jevtaçin telefoni, i ka thënë, mo ç'është një, ka vdekur një në spital, është vrarë një, edhe është spital. Edhe po e marrin me zuk, edhe po e sjellin aty tek protesta për ta shtuar revoltën e tjera. Ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme, ka marrë, po kush e vrau? Na u vra ky, se ky erdhi i vdekur në spitali. Kush e vrau këtë? Jo. Dhe janë bërë, domethënë, e kanë larguar pastaj atë arkivor që aty.
vrasjet e tjera janë bërë pa u marrë vesh fare se ku ishin ata njerëz, pra këta tre dëshmorët e Shkodrës që themi me brocjen e me tjerë, nuk janë marrë vesh si janë vrarë. Sepse ju e thatë që policia kishte vetëm Kalashnikov, po ata janë vrarë me pistoleta. Dhe qitja ka qenë, do më thënë, e pusitru, ka qenë trup në trup, kur ata janë vrarë. Nga del kjo është bërë. Kjo më ngjanë se këto historitë e 21 janarit. Jo, po ishe vërteta kjo, e di pse. Në procesi gjyqësor ka ndalë këto. Një minutë, se kemi dëgjuar dhe në disa gjëra që thatë ju tani, unë kam dëgjuar nga personazhet, pas se të vija sot këtu, kur u njoftova që do flasin për këtë temë, kam dëgjuar në YouTube personazhet që kanë dëshmuar dhe kanë folur. Për shembull, fakti e Alis Paisa. Alis Paisa në atë moment nuk ka qenë në spital, ka qenë te Partia Demokratike dhe aty, një minutë, aty ke Edmond Trakon, që ka qenë i dërguar nga kryesia e Partisë Demokratike së bashku me Azem Hajdarin dhe me Blerim Çelën. Mo Azemi vajti ndarkët në datën 1 vajti ndarkët vonë. Azemi kishte qenë një natë më parë, thot Mondi. U erdhën në Tiranë. Sali Berisha i thot Mondit nisu për në Shkodër. Me Edmond Trakon është çuar Blerim Çelak, i është bashkuar Mondi dhe kanë shkuar në Shkodër. Aty kanë takuar Azemi në Shkallë, ka ardhur dhe Azemi edhe pse kishte qenë një natë më parë në Shkodër. Ka ardhur dhe Azemi me ta. Dhe siç e ka treguar Mondi historinë, thot, kur ne kemi shkuar në Shkodër, të zyra e Partisë Demokratike, kemi gjetur Alis Pain dhe Pjetër Arnorin, dhe njëri prej këtyre të plagosur që thoni ju, flas për 2 prillin. Në 2 prill kanë qenë këta. Këta kanë shkuar në 2 prill. Po 2 prill ishte në spital, ma ai mjekonte. I vini plagosurit Alis Pahiu dhe vinte ka thënë zotria, unë s'dua ti fotem fare këtë interpretimin, se s'është puna ime, unë jam as nga Shkodra, as kam qenë dëshmitar. Por është e vërtet që nuk është lejuar bërja e ekspertizës si nga familjarët dhe nga eksponentë të Partisë Demokratike për këtë se e pohojnë vetë këta që kanë qenë... Jo vetëm kaq, por aman... Njëri prej tyre sot i plagosur, se kanë qenë rreth 80 vetë plagosur, sot në një nga mediat, unë e njoh studentë jetorit e tjera, e njoh mirë, do me thënë, kam muhabet, e kam mik, ai kishte thënë që kjo çështje, nëse duhet të zbardhej, mund të zbardhej, por nuk ka pasur vullnet të dy anshëm për të zbardhur. Dhe vim pak tek rastësia, se bota rastësia thotë, di çfarë është rastësia, është Zoti i veshur, domethënë në mënyrë të tillë që ty të japë një shenjë. Unë në 93-shin kam qenë në Gjermani. Qëndrova ca kohë atje për të punuar, vajta në një konferencë rinore dhe qëndrova për të punuar. Dhe ka ardhur Kemal Lame, i cili që kushëri ose i njohura Krushqi nuk e di me 2 shokët e mi nga një qytet i jugut, që të 2 vëllezër ata dhe më thonë, ka ardhur Kemal Lame, unë nuk e njeh Krushqi Kemal Lame. Dhe duke qenë se unë isha eksponent i Partisë Studentë Vjetorit, kisha bërë lëvizjen këtu e tjera në Gjirokastër e tjera, më thot, pije një kafe, takoj, më tha mua se vetëm pori. Shkoj gjirun aty jashtë hotelit, ula me të, bisedova, nuk e di më mbar mend apo jo, se kam qenë kaçurel në atë kohë. Ula me të, fola dhe pyes për ngjarjet e 2 prillit, se më dite për vetë, isha vetë student, vetë themeluesi i PD-s, vetë drejtues. Arben Broci student gjithashtu. Arben Broci student dhe jam njohur rastësisht ka qenë në natën që është bërë zgjedhja e komisionit nismëtar të Partisë Demokratike me të. Dhe e pyes për Shkodrën dhe më thot mua dëgjoj, nuk është koha për të thënë për të dhënë emra. Tha, kjo është një çështje, tha, ku janë të implikuar gjitha palët. Dhe do vi moment që ju do flas për këtë gjë, sepse di shumë tha dhe kam qenë personazh sepse dje që ky kishte shkuar, e kisha lexuar në media, që ishte personi që ishte ngarkuar nga Ramizalia për të shkuar për të bërë hetimet. Dhe më thot që vetëm një gjë po të them. Ti më thot mua se unë e kisha për të kthyer në Shqipëri. Nëse do të merresh me aktivitet politik, rru nga ai që ke përballë thot, por rru dhe nga ata që ke me vete në mbrapa. Sepse situatat kështu janë në Shqipëri. Është kthyer, ai thash nga pse kërkon azilin, nga kush ke frikë? Kanë frikë nga 2 palët, si nga ata që ishin, tha, edhe nga këta që kanë ardhur, tha. Të 2 palët më rrezikojnë. Tani një minutë, ai është gjallë, e ke aty ka bërë dhe libër, ka dhënë intervista. Në intervistën e tij të fundit, në një nga televizionet këtu afër, televizion kombëtar, ai thot, e dëgjova sot në YouTube para se të vija këtu. Thot, urdhrin thot, e ka dhënë Ramizalia me Fatos Nanon që ka qenë kryeminist, thot. Ekzekutimin e ka bërë policia. Kur kam shkuar si jetues aty, i dërguar jo nga Fatosi, po nga Ramizi, dhe Fatosi më tha mos shko se situata është e tillë që nuk të favorizon. Ka urdhër për të shtënë. Po, urdhën për të shtënë. E ka dhënë Ramizalia thot dhe Fatos Nano thot. Po kjo është versioni i banditëve, i kriminalëve. Ta mbaroj unë. Edhe për të fshehur të vërtetë. Unë po të them në YouTube, kur të dash emisioni dëgjoje. Jo vetëm ka logjik, po ka dhe prova në dosje, e do t'i them unë prova. Se unë do ta bëj interpretimin politik, nuk e bëj unë as më duhet. Jo, unë do ta bëj juridik, nuk e bëj politik. Ti bëj juridik, unë do ta bëj politik. Tani thot Shkovan Shkodër dhe
vim tek ajo që thot zotëria profesionist, thot shkoj te policia, bën një debat të madh me zotin Taçi si quhet, në komisariat, ai më quajti armik e tjera, ti duhet arrestuar më thot ky vet Lame, dhe policia nuk ishte bërë asnjë veprim thot. Absolutisht asnjë veprim. Gjithë protokolli që duhej profesionalisht domethënë që të bënte hetimin e tjera, të gjitha këto mungonin thot. Dhe pastaj mua më hoqën nga hetimi thot. Nuk u mora me këtë punë. Kushtet ashtu Qemal Lame, e ketë tek Blendi Fevziu, tek opinioni. Po mirë, Qemali me që shtërmëroi atë proces, ja ta mbaroi deri në fund, se do ta mbaroj shpejt tani po i them. Mbaroj shpejt, do të tani politikisht tani problemi është. Ajo do të them unë shkoj. Na ndodhi dhe 21 janari, dhe ajo me 4 februar. Çështja është kur policia e shtetit ishte nga më të interesuarët që atje të mos gërvishes asnjë njeri. Pse? Sepse përgjegjësia do binte komplet mbi te. Dhe policia e shtetit, të vetme gjë që ka bërë, të vetme, domethënë akt që mund të konsiderohet, ka qenë që kur digjesh edhe kur egërsia që e jashtëzakonshme, edhe kur 11 policë, domethënë ju plagosën rend edhe ju përfunduan në spital, ata po se 70, 13 kanë qenë gjithsej dhe shtuat numri. Thjesht 13 kanë vajtur në spital, ju e çuat 93. 13 kanë qenë. Ti tani flet në mënyrë si shpejt sa liu për 21 janar. Jo, Kush e plagosi këta? Të lutem, ta mbaroj. Ja ta them unë. Policia ka qelluar. Ata drejtues policisë thoshin, kemi qelluar vetëm në ajër ti tremnim. Vetëm birë lart, vetëm në ajër. Absolutisht kurrë nuk kemi qelluar, domethënë të marrim drejt. Avokat. Dhe ja ta mbaroj. Ta mbaroj si konkluzion. Pra, do konkluzioni kush e ka bërë atë? Se them, bërë pyetje. Po, tani, problemi është që e gjithë skema nuk që e Ramizalis, sepse Ramizalia nuk ishte interes të fitosh zgjedhjet dhe të bësh vrasje ti të humbash zgjedhjet. Nuk ishte as e Fatos Nano se i fitos zgjedhjet 70%. Kurrë në kurrës. Këto janë, domethënë, janë alibira të dala menç. Bim dakord njërë, sepse ka dhënë urdhrin ne gjithmonë ka 35 vjetë që po doli kjo frazë, ne këtë e kemi si ajo gryka e pushkës si nxerr tym, ky është fajtori. Po tani më fal, qoftë se shteti thot, do mbrosh një institucion, po themi, kjo mund të quhet urdhër për të vrarë dikë, po mund të quhet në anën tjetër edhe urdhër për të ruajtur ligjin, rregullin dhe institucionet. Po de facto nuk qelluan. De facto pse nuk qelluan? Sepse nuk kishin forca politike. Jo, shiko, Qemal Lame në atë çështje. Si ka 35 vjet dhe nuk është zbardhur kjo çështje, vendoset emri dhe mbiemri. Po pikërisht, japse edhe në urdhrin. Japse. Kush e ka qelluar etj. Japse. Sepse të interesuar për të bërë ajo, domethënë masakër, ishte faktikisht në interes të Partisë Demokratike, posaçërisht Sali Berishës, sepse ai donte pushtetin ta merrte më njëherë, sa e para. E dyta, ai nuk e bënte dot vetëm. Ajo është dora e hudbës Serbis. Ata në mënyrë, ata ishin specialistë jashtëzakonshëm dhe duhet të profesionalisht. A keni prova? Unë jam dakord. Po, prova të forta. Ka prova. Dhe kur erdhi problemi që u bë ekspertimi i armëve, nuk u gjet asnjë gëzhoj, asnjë gëzhoj në asnjë plumb në trupin e të vrarëve. Ishin të gjitha armët e policisë. Të gjitha, asnjë. Bllokuar dhe është bërë ekspertizë. Dhe jo vetëm aq, po ju bë vetë plagosurve, edhe plagosurve me çau plagosën ata që vajtën në spital, asnjë nuk ishte armë të policisë shtetit. Ja një ndër nga Bajrami ose fjala për sekondë. Avokat, s'kemi kohë. Dhe fundit për ta mbyllur, përfundimisht, pra kjo që e një vepër siç u thash e këtyre 5 personave dhe ne